parë koncerte të arbreshve në qytete të ndryshme nëpër Shqipëri, por një udhtim kostumesh, vallesh, por edhe gastronomie të të rinjve të 3 katundeve arbreshe, që nisi nga Tirana me një mini expo, që ndërthur gjithsa më sipër, e zbret më pas drejt Beratit Magjiplot, apo edhe Gjirokastra si e rënd, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Katundet e Vakarico Albaneze, Specano Albaneze dhe Civita, ose Arbrish Çifti dhe Bashkia e Beratit, nëpërmjet kryebashkiakëve të tyre, dhuruan e premtuan që të pasurojnë bibliotekat dhe muzeumet e njëri tjetrit, të realizojnë sa më shumë udhëtime të rinjve, sepse udhëtimi, udhët, janë komunikim parsor kulturor. L'idea mi è venuta visitando. Ideja e këtij turi më erdhi duke parë Expo Milano, duke kuptuar rëndësinë e traditës së kuzhinës arbëreshe. Është një kuzhinë fenomenale, bazuar mbi parime të shëndetshme të ushqimit që mbart përbërës të kuzhinës së vjetër shqiptare, që shqiptarët në Shqipëri nuk i njohin. L'Italia è molto famosa in Albania, l'Albania non è tanto conosciuta in Italia. Nëse Italia është e njohur në Shqipëri, Shqipëria nuk është aq e njohur në Itali. Do ishte bukur të njiheshim më shumë. Njohja të çon përpara, na rrit së bashku ndërsa mos njohja na çon drejt mbylljes. Për të njohur edhe gatimet arbreshe, 3 kuzhinierë të Institutit të Gastronomisë Artuzi në Rom përgatitën për të gjithë, arbresh, shqiptar dhe italian, vetëm receta tipike arbreshe. Questa è una zuppa di fagioli, tipica cucina. Kjo është një supë me fasule të cilat lihen në ujë një ditë më parë dhe zihen bashkë me makaronat me miell 00 e më pas piqen. Është një pjatë tipike e arbreshve. Accompagnate con un sugo a base di carne di caprese. Këto janë makarona të shoqëruar me salcë domate dhe mishkeci. Ky i fundit mishat në tërësi, përdoren shumë nga arbreshët. Allora vedremo poi Anche questo lo vedremo terminato. Grazie a voi. E ja kur ato janë gati. Kemi xhiruar një vit më parë festën e valleve arbreshe në udhët e katundit Civita në Kalabri, por ja që ndodh që po ata të rinj të parakalojnë duke kënduar në sokakët e Gjirokastrës. Një gjë e rrallë në Gjirokastër, të shohësh të rinj arbresh, të veshur me kostumet e tyre tradicionale, që kombinohen kaq bukur edhe me kostumet e kësaj zone. Ata janë mësuar të këndojnë dhe të vallëzojnë, të kërcejnë nëpër rrugë. Këtë gjë po e bëjnë dhe në Gjirokastër. Qytetarët e Gjirokastrës po shohin një mbrëmje të rrallë, një mbrëmje të veçantë, me të cilën ata nuk janë mësuar. Jam shumë kutjendë se jam këtu pse unë kisha parmaj Shqiperia. Nani që jam këtu, jam kutjendë pse është shumë e bukur. Ka ca majtë bukura, gjindjat janë keshën sembri. Jam shumë i emocionuar këtu, por së pari jemi vëllezër të gjithë botës, pastaj ndahemi në arbëres, shqiptar, italian e tjerë. E na vemi, mbidhemi. Vemi. Andate voi. È un primo passo. Noi dipendiamo fortemente, të nisim shkëmbime kulturore, por edhe prodhimesh. E ardhmja jonë është në Europë, ndaj të bashkojmë edhe projektet e fondet që gjërat që tani duken ideale të bëhen reale.
Po ato kostume, po ato valle, po ato këngë, sikur motet mos i ndruar kurrë në ta, e jo sikur t'ken kaluar gati 600 vjet, larg nga ky dhe. E po ato udhë, si në Kalabri, edhe në Shqipëri. Mbi to mungon shpesh udhëtimi, takimi, prekja, shkelja e tyre, si mënyrat më të mira të njohjes. Mungon e bukur amore, që vërtet e lan, por sërish e pan.